Jeta e një mërgjimtari për mu përshkru do të shumë kohë. Po me një fjalë të shkurt është e vështirë, nuk është e lehtë si mendojnë shumë. E diçka thoma ne për mërgjimtarët. Na kena qitë farë në orat huja. Ju kësha thonë një mesazh me mujtë me rujt njën e tjetërin, me e kujtu kur na kanë shoh serbesht, si kimi ni, me bo me e shoh Shqip, i shet kite zjele se bli një pushk me shku me vro se e ka shoh. Përshëndetje. Ju jeni? Bajram Sopi. Bajram, ku jeton Bajrami dhe me çka mirret? Une tash si një 3 vjet e gjys jam penzion, jetoj edhe në Zvicër, po edhe në Kosovë. Bajram, çysh ka qenë jeta e një mërgjimtari? Jeta e një mërgjimtari për mu përshkru do të shumë kohë. Po me një fjalë të shkurt është e vështirë, nuk është e lehtë si mendojnë shumë. A e kujton ditën kur ke shku për herë të parë në Zvicër, apo? Po në Zvicër. Kur ke shku për herë të parë? Shumë mirë, edhe më duket nuk është shumë mati, edhe pse në bonja 48 vjetë. Çka të kujton ajo ditë? Ma kujton atë rinin e këtune hershit që nuk konë bash e lehtë, po qashtu në mendoja, sot rinia nuk i kanë do hije ka që i kemi pas na, se une fuli qashtu qysh. E vërteta. Po. Sot më duket mu shumë mirë është, po unë mendoj rinia nuk po din, nuk po janë të knoqen me atë që e kanë. Çka ti ba këto njerëz që mos mu knaq me ata që e kanë? Çka ti mungu, se jo e keni pas këtyne herë, do me thonë kohën tane, para 20 vjete, keni pas kamje, keni pas sakrificë, e keni lanë familjen, edhe e keni di që s'muni me kontaktu shumë shpesh me familje, edhe i riknaq me ata që e keni pas. E sot ka ndru totalisht krejt. Po, unë edhe prom e pota qështu në pyti dikush edhe qështu u përgjigja, unë e mendoj se këtu i ka bon, po thëmë pasunia, bolloki. Po, gjithë shka sot është buka është shumë e letë mu fitu, me pas, po, atëhere u konë skomje, po, që ajo skomja i ka bashku njerës, nuk i kalon mu do qësh dohen sot për qëka do dohen sot, si cili i ka punë të mirë, nuk është në zërë kërkosh për kërkan, po unë mendoj që ashtu, nuk e di. Çka kishe ndru tek mërgjimtarët? Çka kishe ndru ti? Ju thonë mërgjimtarëve ka dalë se që kena pas në gabim, apo e kena gabim? Apo e keni mirë krejt? Të mërgjimtarët, këtu është zarë më përgjigjë. është shumë zarë për mu më përgjigjë. Me ndru, shkish ka me ndru, ata ka ndru, unë për vetë të thamë, kur kemi dalë, na e kemi ndru, edhe mos mujna me këthy të masë. E di shka thama ne për mërgjimtarët. Na kena qitë farë në orat huja. Ose kena mjellë pëmë në orat huja. Kur të bëjnë fryte ato i merë tjetër kush. Del pronari edhe kanë. Po, ato i marrin tjetër kush. Kështu që na, apo dhe me të kallëzu shkurt, na jemi të humbun. Unë e mendoj. Po. Si kom, si pas që kam,
si shqiptar. Çfarë mendimi ki për ato familje që sot fëmijët e tyre nuk po dinë me fol gjuhën shqipe? E kanë harru. Po, po çaja është, ka e thash ona, çaja është. Po, mu veti dikush tha, a vinë fëmija në vendlindje? Thash, vendlindje? Po, e dojnë fëmija vendlindjen. Po, më rëqysh e dojnë, po fëmija e mi e dojnë vendlindjen e vetë. Jo temen. Vendlindjen e kanë atje. Vendlindjen e kanë atje. Po, ata e dojnë vendlindjen për për me shku të dojtë e babës e me thëmë për rrisin të dojtë e vetë. Jo, vallaj, s'mënë. E vërtet. Ti me profesion je? Unë kom përnu gjithë shka, bashkë mirë që në vete, këtyne herën, vitet, fillim 70-ave, kom pas kry gastronomin këtu, po punës në kom gjithë kërkon heq. Po edhe shkoku i punës, shkoku që s'kom pos, mu ka dosht vullnet të rejsh me shku shtorë, më Afrikë, me kry, me morë pasaportën edhe me ikë. E pëse një të të artisti, se një do njerës të më thonë që të artisti? Jo merë me do sene, me kapak, me gjitha senet. Ja. Artist mu më thujnë me guri, punoj me guri natural shumë sene, po edhe që shtumë, ka me të pak, po. Okej. Qëfar mesazh ju kështë dhonë gjithë njerëzve kudo që janë? Në Mërgim? Po, edhe në Mërgim, edhe këtu, ju kësha thonë një mesazh me mujtë, me rujt njën e tjetërin, me e kujtu, kur në kanë shoh serbesht, si kimi ni, me bo me e shoh Shqip, i shet kite zjele, se bli një pushk me shku me vro se e ka shoh. Milionve që tu, belot që tu, me dosh njën e tjetërin, se njerëz jemi. Që to, tjetër gjithka, mu s'po më pëlqen do, që to, shumë po rukën e me vete, shumë. Me dosh me njërën e tjetërin, ose me toleru njën e tjetërin. Po, me konë ma të afërm me zveti. Faleminderit që ishe pjesë e jona, e ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjanat e mira, i sëllën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë. Me një Mërgjimtar, tash po shkojna me diçka tjetër.